Rodokali Poshtëm është një nga fshatrat e krahinës së Mokrës së Pogradecit, fshat që ruan ende frymën e vjetër të jetës rurale. Si shumë zona të thella është prekur nga emigracioni, por duket se jo të gjithë largohen për të mos u kthyer. Daniel Novaku, një i ri kthyer nga emigracioni, ka vendosur të investojë në fshatin e tij duke ndërtuar një bujtinë. Danieli thot se pas 17 vitesh emigrim ka vendosur të mos ikë më. Në bujtin ai ka 3 dhoma, një kuzhinë tradicionale dhe një furrë guri ku gatuhen ushqimet e zonës. Nuk më ikëshem në qytet, nuk ridot, thash të bëj një shtëpi këtu në fshat. Tash ka pasur për një turizmi, thash mos e bëj ta bëj si të gjithë tjerë. Banorët e fshatit e mirëpresin këtë nismë. Ata shpresojnë që rikthime të tilla të sjellin më shumë jetë dhe vëmendje ndaj zonës, veçanërisht për rrugët që ende mbeten problem. Djali urt, djali punëtor, ka punuar sa marrë shkollën. Në emigrim ka qenë, ka punuar në Maqedoni, në Greqi, në Gjermani. Ka ndërtuar vetë me forcat e veta. Po sot ka bërë një mrekulli këtu që ka dhe një fushpamje të mirë, po për shembull vendi të neve është shumë i mirë, po infrastruktura na mungon. Është shumë gjë e mirë kjo e Danielit, thami inshallah pasi ta shikojnë këtë edhe djemtë tanë të mendojnë edhe nuk po themi se të gjithë njerëz, se nuk ashtu që të kthehen. Danieli synon që në të ardhmen të ndërtoj edhe shtëpiza druri për ta zgjeruar kapacitetin e pritjes.